Sepse përpara se të dhurosh gjak, duhet të plotësohen disa kritere që personi të jetë i shëndetshëm, të mos ketë marrë medikamente dhe sidomos të mos të vuajë ndonjë sëmundje kronike, që është shumë e rëndësishme. Po pas ka probleme, se shumë njerëz kanë sëmundje kronike. Jo të gjithë. Jo të gjithë, unë direkt bëj pyetje tani dhe direkt më fillon frika. Mos nuk mund të jap gjak, se unë di çka më dhënë tjetër, por ta provoj, se diçka ndodhur në gjatë viteve. Më të zakonshme është që a vuani ndonjë sëmundje, pra në dijenin tuaj. Në dijenin time jo. Keni bërë ndonjë ndërhyrje te dentisti javën e fundit? Javën e fundit jo, do bëj javës tjetër. Javës tjetër. Prandaj erdha sot. Okej. Ndonjë heqje, ndonjë implant? Jo. Përsa i përket virozave që janë të shumë të... E kam kaluar para 2 javësh, një viroz të. Keni marrë antibiotik? Jo. Jo. Atëherë do të bëjmë disa ekzaminime të thjeshta. Live qita domethënë, ja të shojmë tensionin, si e kemi. Pavarësisht se nuk është një kusht skualifikues pjesa e tensionit, por gjithmonë shikojmë raportin sistolik, diastolik dhe rralljet e zemrës. Tensionin e keni shumë mirë. 12 praktikisht, me 7. Me 7 dhe pulsi 78. Pra, është brenda normave. Jam e kualifikueshme në këtë pikë. Patjetër. Domethënë, çdo njeri që do vi, edhe pse ai për shembull ka një familjar që kërkon gjak, ky nuk mund t'i japi gjak nëse s'ka disa parametra në rregull. Patjetër. Sepse duhet të jetë i shëndetshëm në radhë të parë dhuruesi, që më pas me aktin e tij ne të shpëtojmë jetë të tjera. Pra nuk është vetëm dëshira e ndonjë. Ka një kontroll, domethënë total të dhuruesit. Edhe që kjo presupozohet që të jetë sa më i sinqert personi, sepse ndonjëherë familjarët duke dashur që të mbarojnë punë, edhe mund të fshejnë ndonjë sëmundje. Dhe kjo pastaj ndikon në cilësinë e gjakut. Çfarë bën ti më s'të duhet ai gjak? Jo, ne patjetër që i nështrohet një ekzaminimi të plot dhe nëse del që nuk i ka parametrat e duhur, atëherë asgjësohet kjo njësi. Por ne duam që të kemi dhurues cilësor. Kjo na intereson që gjakun që e marrin pacientët të jetë i sigurt.